Kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për deputet Feta Pacharizi ka reaguar pasi që pas rinumërimit të njëjtit i janë larguar afro 6.000 vota. Pacharizi me anë të një postimi në Facebook ka deklaruar se distancohet nga çdo keqpërdorim apo manipulim që mund të jetë bërë në emrin e tij ose në dëm të votës së lirë, siç shpreh ai. Ajo që po ndodh gjatë procesit të rinumërimit të votave nga KQZ është serioze dhe shqetësuese. Kjo situatë ngre dyshime të arsyeshme mbi integritetin e numërimit dhe rinumërimit dhe cënon drejt për drejt besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor, ka deklaruar ai. Pacharizi ka kërkuar rinumërim të plotë të votave në mbar vendin, ashtu siç vendosi sot KQZ-ja. Prokuroria e Shtetit ka detyrim ligjor dhe moral të nisë hetime të plota, të pavarura dhe profesionale. Njëkohësisht KQZ-ja si organ i pavarur kushtetues duhet të jap llogari publike dhe të ofrojë prova të qarta për ligjshmërinë dhe korreksinë e veprimeve të saj. Pavarësia institucionale nuk nënkupton mungesë përgjegjësie, shpreh Pacharizi. Qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletë votimeve sipas listës së vend votimeve për të cilat KQZ-ja ka marrë vendim që të rinumërohen. Nga fillimi i këtij procesi e martë 13 janar 2026, ora 18 dhe deri më tani e diel 18 janar, ora 13 janë rinumëruar 445 nga 914 vend votime, të cilat u takojnë komunave Deçan, Gjakov, Gllokoc, Gjilan, Dragash, Istog, Kaçanik, Klin, Fush Kosovë, Kamenic, Mitrovica e Jugut, Leposavić, Lipjan, Novobërd, Obilish, Rahovec, Pej, Podojev, Prishtinë dhe Prizren. Sipas të dhënave deri më tani, procesi i rinumërimit është përmbyllur në 19 komuna, ndërkohë edhe gjatë ditës së sotme është duke vijuar rinumërimi i vend votimeve që i takojnë komunës së Prizrenit dhe më pas të tjera komuna. Sipas radhës, do të përfshihen në këtë proces në platformën e KQZ-s për rezultatet. Në hapësirën për rinumërimin do të paraqiten rezultatet pas rinumërimit në çdo vend votim. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve është duke vazhduar numërimi i fletë votimeve sipas listës së vend votimeve për të cilat KQZ-ja ka marrë vendimin. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka publikuar rezultatet pas rinumërimit të 99.78% të votave, ku janë evidentuar ndryshime në numrin e votave për disa kandidatë të subjekteve politike. Ndryshime në numrin e votave janë evidentuar edhe tek kandidatët për kryeministër nga lëvizja vetëvendosje PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja. Sipas të dhënave, zyrtare Albin Kurti nga lëvizja vetëvendosje ka siguruar gjithsej 56.338 vota, ndërsa nga rinumërimi është shënuar një ulje prej 141 votash krahasuar me rezultatet paraprake. Për dallim nga Kurti, Bedri Hamza nga PDK-ja ka siguruar gjithsej 24.277 vota, ku nga rinumërimi atij janë shtuar 59 vota më shumë. Edhe Lumira Digjiku nga LDK-ja ka pasur një rritje prej 5 votash më shumë nga rinumërimi, ai ka siguruar gjithsej 11.650 vota. Ndërkaq, humbje të votash nga procesi i rinumërimit ka pësuar Ramush Haradinaj nga AK, ai ka 14 vota më pak, ndërsa në total numri i votave është 4.993. Procesi i rinumërimit po vazhdon edhe për kandidatë të tjerë dhe subjekte politike, ndërsa rezultatet përfundimtare pritet të certifikohen pas përmbylljes së të gjithë procedurave ligjore.